kontrolli dhe nga mbikëqyrja që ne i bëm tregjeve. Patjetër që në ditët e fundit kemi dëgjuar propozime të shoqatave të ndryshme, të përfaqësive të ndryshme të bizneseve mbi ndryshime të strukturës të çmimit të karburanteve të lidhura me taksat. Ne kemi analizuar gjërësisht, siç në fakt bëjmë jo vetëm në rast të krizash, por edhe në punën tonë normale, nëse do të ishte me vend apo jo që ne të dilnim me një ndryshim të strukturës së taksave. Propozimet kryesore nga shoqatat e ndryshme kanë qenë të lidhura me taksën e qarkullimit, e cila në modelin shqiptar është një taksë që aplikohet për litër, pra aplikohet në pompë, në karburante, ndërsa në modelet të tjera është një taksë e cila aplikohet në makina. Në fakt, arsyeja kryesore pse ne kemi vendosur që këtë taksë ta aplikojmë për litër është sepse në parim të gjithë politikave që ne ndërmarrim është parimi që ai që konsumon më shumë paguan më shumë dhe kjo është dhe arsyeja pse e aplikojmë të taksë për litër. E vërteta është që ato makina që qarkullojnë më shumë, që përdorin më shumë karburant, që përdorin më shumë rrugë, që kanë më shumë emetime të naftës, pra ndotje mjedisore, ato janë dhe konsumatorët që paguajnë më shumë. Një makinë që përdoret pak, paguan më pak, pasi konsumon më pak karburant. Këtë besojmë që është një politikë e drejtë, pasi në kushtet dhe mbi gjitha në kushtet kur ka një rritje të çmimeve eksponenciale, individët mund të zgjedhin që të konsumojnë më pak. Ndaj besojmë fort që kjo është një politikë e cila ndonse ne na bën në çmimin e konsumatorit të jemi në treg me një çmim më të lartë se sa vendet e tjera të rajonit, mendojmë që është një politikë më e drejtë. Nga ana tjetër, jemi duke analizuar dhe peshën që karburantet kanë në shportën e konsumit. Në shportën e consumit të një familje mesatare shqiptare, karburantet zën 3% të konsumit, pra nuk është një kosto, një peshë e lartë në shportën e familjeve shqiptare. Ndaj dhe deri në këtë moment analizat që kemi bërë na çojnë që të mos kemi një vendimarrje mbi një ndryshim potencial të kësaj takse. Vendet të tjera të rajonit kanë ndërmarrë masa të ndryshme, si reduktimi i eksporteve apo bllokimi i eksporteve të karburanteve. Në të vërtetë janë vende të cilat edhe kanë rafineri, pra eksportojnë dhe naftë e cila është e konsumueshme nga konsumatorët, ndaj dhe kanë vendosur që karburantet t'i mbajnë në vendin e tyre, apo mund të kenë aplikuar dhe reduktime të sistemit të taksimit. Ne gjykojmë që me normën e rritjes së çmimeve të deri tanishme nuk jemi në situatën në të cilët të bëjmë ndërhyrje për nivelin e taksimit. Një tjetër element që jemi duke analizuar janë dhe efektet që këto çmime do të kenë edhe në kursin e këmbimit. Kursi i këmbimit ka qenë i stabilizuar, qoftë për euron, qoftë për dollarin. Pra, ajo që dua të garantoj me gjithë komponentët